Postimi I radhës është kjo. Zdia po mundeni me përfytyr zhgënjimin dhe dëshpërimin e thellë që I mbretëron zemrat e varfuna prej imanit. Agjenturat e huaja dhe investimet e tyre marramense, servilet vendor, pakurizor që lëngojnë me u duk francuza dhe urrejtësit e zëllshëm anti-islam. Është absolutisht zhgënjyese dhe grupet e mësipërme sa arrin me kuptue si është e mundun gjithë kjo angazhim 25 vjeçar me u shrenjos dhe me u zhvesh prej identitetit. Këta prapse vazhdojnë me ngul kamp e me u identifikue musliman. Po, me sa men kry ngritet e robi me I shpall luft fesë të krijuesit dhe sunduesit të gjithçkaje, o pellasger dvobekt. Kjo momenti me ua than lutjen vdisni në mlefin tuaj, ama unë po zgjedhi me uftue që hidajetin, udhëzimin e Allahut me e përqafue. Për ne shumë pesh, a për juve po Allah, wassalam. Kjo është, ki postimi juaj është masi dulën rezultatet 94% musliman në Kosovë. Po kjo luftë. Po, gjithë kjo luftë e jashtëzakonshme. Do të thonë çka ka ndodhur në Kosovë 99-2000 le them. Ja dhe 2000 po marrim si bazamet. Se 99-ta tu marr vesh apo vdesin apo na vrasin na kanë ai atë brenda ai bombë kanë lësh jetës sudike, apo 2000-tën ka filluar miku me ndërtu institucionet. Në shtëpinë e kulturës në Prizren, unë kisha për 15 vjet jam njëjtë vakt. Në shtëpinë e kulturës në Prizren fillon me u bë trajnime me dyert mbyllta për edukatën seksuale. 2000-tën. Hala si na kfill prej luftës na, po kupton. 12-13.000 njerëz të vrarë, 1000 tjerë të zhdukën. Vjen ai biri në vet Gjermani atje dhe po na trajnon neve për edukatën seksuale me kondoma në kukulla. Apo kupton? Thutë që ne s'dina kur gjë. Imagjinoti po, me ka dalë nëse na 2 milion e gjys atë dyqysh ja kena çillu. 3-14 fëmijë kena pas. Ja kena çillu dyqysh atë. Për shkak të jo kjo të kallzon për prioritetet që I kanë pas këta. Domethënë kishte një indikacion, unë isha I rri për me menu filozofikisht atë çka janë. Po tash kur vjen për një familje muslimane, atë fjala seks nuk është përmend në familje me qëllimin e edukatës, e tërbijes, atë se na kemi ditë çka ka bë baba e nona. Po e nda që ka pas një gjuhë të kujdesit, nuk e dash me mësu fëmija, fëmija ka me mësu të shamën jashtë, por nuk me mëson bile për gjyshit, për babës nuk e mëson. Edhe ti e sheh ky po trajton të edukatën seksuale. Hajr bofshi, jo babikat. Domethënë neve preokupimin e parë që ajo që ju intereson juve me na përgatit neve për jetën e re tash ka me na karakterizu, është edukata seksuale me kuklla me kondoma në shtëpitë kulturës në Prizren. Okej, edhe shkum na për me provoku aty. Na më shilën derën për ta kallëzuar instancën. Edhe unë jashtë gishtin amerikan aty Gjermanit, tash ishte një shok aty që punoi në shtëpitë kulturës. Edhe isha ankuaj Gjermani aty. Kështu këta të pasqyrshëm, pse ka thënë po na çiti gishtin njëri aty, ka thënë ju ka përshëndet me përshëndetje amerikane, domethënë ka thënë që jemi përparimtar na, kupton. Se unë isha pak kështu po. Ju me kuklla keni. Po, me kuklla ata unë gishtin në çachita edhe u bë skandal. Po do të thonë prej ta përmenda këtë citat me të kallzu piknisjen se çfarë strategjie është përdorur që 25 vjet të promovon 2010 le të themi, bëhen të famshme 3 figura në nivel global pellazge. Rita Ora, çka kishte Dua Lipa, Bebe Rexha. Ti si është e mundshme për atë? Te trijat më të famshme në pop industri, te trijat pellazge atë. Why? Po këta ç'po na çojnë? Këta po na çojnë the Europe's white Muslims, apo den? Muslimanët e bardhë të Evropës, të tankon afrikanë e aziatike ne, në atë bardhët, kemi ngelt punën. Tash bro, problematika këtu është në 2 dimensione. Çysh e shohim na ngeljen e islamit në treva të shqiptare. Apo kupton? Meqense jemi musliman, dikush më thon, po ju jeni të anshëm, normalisht që keni më thon kjo dobia atë. Po jo, çe po dalim kishin sen na musliman për një moment. As është dobia, cila prapam betonia e theksuar që ose dami I prekshëm që ja kalon Islami shqiptarëve. Ki Mehmeti po që mos I shkon Islami u bën kret Macedon, e ndron fen. Unë u zhduk edhe identiteti po. Ishte ai marrin mema këtu një video me një fshat maqedonisë edhe ke jo, ato ortodoks shqiptar janë ti këshir sikur me kon diamant apo s'po gjejnë. Se po folin maqedonisht. Jo, patnon përshtypje se I tha Marini, çka je ti thotë ke Maqedon. E baba nona të 2 shqiptarë, po ç'është e mundshme, atë, nuk e ironike ajo. Tash kur e shefti cili on roli I Islamit, po ti thu, na mas jemi Europe's white Muslims. Mos na shtash sa I kimër burrë dhe kjo prej Rabil Aleminit atë për me të ruaj ty I rrethuan prej çufarëve në 4 anë për me dash me të avulluar komplet, me të asimiluar me të zhduk me kërcënim ekzistencial. Ti po thua na ka prodhu dom ky. Jo, kjo është domethënë situata që tash që është vakti, una mund na më thon disin mllefin tuaj, atë po reaksioni më I rëndom që më e marr në këtë pjesë.
Po hade nëse jeni hakikat për me bë debat, na kemi edhe gatishmërinë edhe vullnetin me bë diskutim edhe debat. Jo vetëm debat polemizues, po bëjmë diskutim. Urdhno shtroni përpara rreziqe domet që po na kanosën prej islamit, okay? Edhe na po provojmë me arsyetu që kështu I keni pak gabim sepse çështu janë dobit. Këta janë problemi që nuk janë të intereson. Këta kanë bën 20-25 vjet. Kondoma kanë shkep në përshesh, domethënë se me bone atë punë, apo po bone të mbrojtën, u kry. Trajnime edukate seksuale, që shohim tash edhe ligjërisht partia në pushtet të na atje me zullumçarin neokomunist Albin Kurtin, to tash me fut në për kurrikula, okay? Edhe ti thu s'po dorëzohen ata atin. Këta s'po dorëzohen, tash tinë far kompleksi për vetveten. Që shkudzojmë na munal më burrë. Do të thonë që e kena pedim cili është qëllimi atin. Si jam jashtu tash me konvertu kërkon, jam do tash me lut vlerat morale që ke pastu me sheku I ti si shqiptar. Para islamit e pas islamit e me islamit tash. Mund çitojmë vlerat. Se kur të ka ligjëru ty ai Ismail Çadareja, princesha Argjiro, u hodhët ajo prej kullës atje mos ta kapin hordhit turke me penetruan e kneu, dhe në siguru me ra me kry, jo me se mos po pret naj turk aty. Do më thonë, të ka jap ty vlerë me të kallëzu që kjo është kultura shqiptare, e ka rujt nderin e moralit, princesha Argjiro bashkë me shërptorët e veta, ju në gjujt prej kështjelës, mës t'i kapin turshit mi përdhënu kishe, apo më rësh. Tash ajon këto stërni peshat e princesha Argjiros njëjta sot ajo, aten. Qa ndodhi? Kur s'ki formësim të mirëfillti, edukativo-fetar, le temi, edhe kulturor, edhe adetar, në familje, gjasat që kimu josh prej pop industrisë, prej reklamimit që ju bëjnë këta prodhimeve të ndryshme të hedonizmit, e nihilizmit, koncepteve të shthurjes e shfrenimit total njerëzor, atëherë, a mush kapën me njerë, të kapën se fortunë është, po flasim për një multi-billion e trillion dollar industri që promovojnë prej filmave, në muzika, në reklama, në far subliminal message në për kuklat fëmijëve, për me të përgatitur që mas 20-30 vjetit ti më u bë kurvës e kurvara, po kupton? Kreto është strategji që na as ëndër me bë ekuivalencë të proporcionale atin çasaj që e kanë ata, megjithatë ti mas 25 vjetë pa dhunë, pa zullum, 94% të jemi musliman. Edhe në fundit kret. Se të kish me kanë e dhunshëm që paraqesin këta. Janë dy problematika logjike, nëse turki na e ka dhënë fen me zor. Nëse mirret me zor, në momentin që largohet zullumi, çka ndodh? I kthehesh origjinës ti. Tash na jemi parafërsi gjenerate njëjtë. Kur të ka thonë prindit të shtëpia, shkon dhomë me mësue. Qa ty bashkë për i natë se ke prek libra. Ke shku në dhomë, ti në dhomë ke shku se u tutë se po të kryqën e shpull, apo librën se ke prek që aty. Ti po më kalëzë shmu me mësua dhe ke vazhdu me ret me i natë, ja po kuptan. Imagjino tash në fe me ta ndru të identitetin. Me automatizëm që heket thundra e pushtuesit, ta qojmë, këtë rast, ti kthehesh në origjinën në brumin tënd. E kena majt nëse kërcënimi ju ka një tillë. U hek zullumi, kthehemi në pikën 0. Këta s'po kthehen pikën 0. Po aso është mall për me menu, kjo me thon ka dalë për unë sa din, s'ko ka këtu veç për një me zullum drejt për drejti. Edhe ana tjetër, nëse veç na për kret Ballkanit e kemi majt dhunën që na e kanë ushtru këta. Atë na kokë na kon ma bëtha gjitë ndaj Ballkanit po. Ana kena mësu këtë kontra që jemi trima e heroja, Mitsokola, po Isa Boletina, çish është e mundshme na Coca-Cola ma bëtha gjitë, se majtën bullgar, se majtën grek, se majtën ku ta diun e serb, malazes, po pse veç na pa qetësh më gishtin krymi thonë ai ku jo babi knale më qetësoni prit më sigurt mos në është na u ka përshtat shumë se nëse janë që unë besoj që janë çato vlera që na I ka mësu Isai Ismaili atje princesha Argjiro ai tjetri ky tjetri që shqiptarët kanë qenë një popull jo zullumçar në princip kanë kthyer mbi jetesën e vet kanë miel dhinj aty apo kupton një bafçellëk kur ka ardhur Islami çka po kjo vetëm besu Zotit me një format ma ndryshe atë interesant ku ka mos I bën zullum vllajt mos ja merr parcelën mos ja prek namuzin apo kupton. Jo dhe kanë thonë okay, no është ka puna për shtat ka kjo. Ngjashëm që ka bële temi Polli, kur I ka gjetë në Rom mitraistat, atë. U dash me personifiku rolin e Zotit për më u bë pranueshme, se ata kanë pas idhuj. Atëre shkon ky Jezus jo I biri I Zotit, sigurisht që ke besu Zeusit që edhe Jezusit apo dhe në njëjta, edhe ka gjetë terrenin, pse veç që kanë pas binjen paraprake. Pellazdi kanë pas vlerat që ju mishru me Islamin edhe ju ka fjet kallëpi atë. Po këta që nuk janë as 1%, as 1% nuk janë, çta, çon 1% që është shumë numër I madh në Kosovë. Çta media, zhurmë po zhurmë këta dhe këta marrin rrogë, bro. Domethënë, me vonë pa kona me parë të mira, si komunitet musliman. Me thonë çira, pe krem një buxhet miliard temi. I kanë, në buxheti I Kosovës sot afër 4 miliard tash. Afër 10 miliard janë depozita.
8 diçka ke erën e fundit, me gjasë që 2 vjet u ka rritë çaj numër, para 2 vjet ke 8 miliardë e gjysmë dokët, depozita populli i kanë në bankat komerciale të Kosovës. Me thona bën ju 94 1 miliard pendojmë onash edhe min xhet ta loshkat. Me thona deti këtu sa e kije prej Sorrosit rrogën 1200, 1500. A bën shuj kanë një artikull javë për javë, hyt bja e hoxhës së nderuar atin. Ta e bëjnë bro. Se ideali i tyre më i madh me kapshat rrogën, me mujt me rrit, me pas ndaj pushim, me mujt me oblev fëmijëve ndaj lodra apo ndaj këne çaç. Kur s'ka njeriu bërtham kurse beson. Qysh ndroje pushteti, pap, e ndrojnë edhe këta deklaratën, kur ndroje taxhia, kush e ka ditë konceptin që merr parë dikush për mjekër. Këta na e kanë trillu. Se është një koncept psikologjik që thotë kur të thotë dikush diçka ty, ajo është tu reflektu vetveten për fytyrim se çysh kish mu manifestu sikur ti shkon pozitën tënde, apo kupton? Do të thonë se ty të një mendje madh, ty ndoshta e vetvetja asnjë ndjesi se ke ndryshuar tëndën. Ai thotë mendje madh, për çka më burrë po jo, ajo është menu vetë që mund të isha kon me të arritur atë tektia. Garanti shumë kon mendje madh, atë pa vedia e tij ose ja procesua ata. Ngjashëm edhe këta, me edhe pa vedije. Këta e dinë që janë të marr parë vetë, se pa parë çfarë prodhimtarie kanë bërë për këta. Përpos se me llomotit aty me shkruar linçime ndaj muslimanëve, xhallarëve, me shoh fen, me trillu historia atë, ta prodhimtari tjetër s'kan, ama s'kan bën ai far legacy më ulon popullit me thona heroi jon, çu çfarë gjurmët e hajratit kur John s'kan çit ndrit. Apo marrësh, ma i vetmi aktivitet që jo me najt mirë me organizata tuaja qeveritare, që është kriminalcat më të mëdhenj në planet. Po flas me plot gojë sa asnjëherë kur s'kum pas lidhje me OJC-ja, apo kupton? Edhe për binjen teme, mass mediave si enemy of the people, si ka thon Trumpi, OJC-ja 90% e tyre janë kriminalcat më të mëdhenj. Dhe i kanë gjetë dy farpiuna që janë lojalca, sa t'jo japin taxhin, këta janë të ngushëm, janë të respektueshëm, asnjëherë s'prekin ato tema anë, se e dinë që ju nalet buka, me vëmë ju nal buka, kur amortizohet njëri 20 vjet veç të bëhet llafe pa lidhje të shkruaj shpifjen në median e vet, çfarë fare aktiviteti tjetër profesional për me gjeneru tyra ka me bëj. Nuk dina, s'di me ndresh as mure, s'di as me montazh me bëj, s'di as programim me bëj, udhën. Naj poezi është ajo shumë që aty sa për me shit në libër 200-300 euro në muaj edhe that's it. Prandaj këta do të më kon lojal, bro. Megjithatë me gjithë ato fushat anti-islame do rezultati 94%, alhamdulillah. Alhamdulillah, do të më kon moment tash për ta moment reflektimi se ne as na kalon shenj as ku na kanë shoh, as kush na kanë shoh, as më na lavdus na lën shenj. Në fakt mos më rrej këtu kanë njerëzor musliman ku lavdon ndaj fal çufari atë. Ju shi po ka ti më ndryshë ashtu.